Drejt, Roza Lati ka mbritur në studio. Faleminderit shumë për ftesën, Nadi. Është gjithmonë kënaqësi. Është krenari për mua. E thash në rrjetet sociale para se tulesha këtu, lajmërova të gjithë që jam e ftuar te Adi Krasta. Dhe si dikur kur ke pas prezantuar Ethet dhe Klajdi Musabelliu, i vogël dhe në mosh, në siklet që e pyesje, çfarë frikë ke? Kam frikë thjesht nga pyetjet e tua, Adi, që thoshte. Po ti nuk ke frikë nga pyetjet në përgjithësi. Jo, absolutisht, por je peshë e rëndë, Adi, dhe unë do të ri drejt përpara teje. Si i ke bërë ti vetë pyetjet? Se edhe për ty gjithmonë kanë thënë ata që të ndjekin e që të simpatizojnë, por edhe ata që ndoshta nuk kanë treguar në entuziazëm të madh, kanë thënë që Roza është e prerë, është direkte, është e drejtë për drejtë. Po, në fakt, frymëzimi im je ti. Unë jam fanse jote më e madhe, Adi Krasta. Po çfarë të thash unë ty përpara programit? Po, që unë nuk duhet të them asnjë mizgaz. Eksakt, nuk jemi këtu për mua e këtu për ty. Ska lidhje, jo, del keq, del shëmtuar. Tani më okej, ta fillojmë nga e para. Shiko, do ta bëjmë kështu, Roza Lati ka mbritur në studio. Ti dihet Rita është personazh shumë i dashur në publik, njerëzit e komedisë pastaj janë edhe më të dashur sepse janë më të çliruar, kanë qenë gjithmonë natyra popullore. Ti ke qenë e vogël, e detyruar të shkoje për shembull në estradë, në teatr, në Mbase detyruar, po nuk di se... Jo, ke shkuar? Po, nuk kam patur stil tjetër jetese, për mua ishte normale. Për shembull, më ndaloj njerëzit në rrugë dhe më thonë, si është të kesh një mami artiste? Dhe unë them, si është mos ta kesh? Do me thonë, unë të futem diku dhe njerëzit mos më shohin më bën përshtypje. Po të futem diku dhe të më shohin, për mua është krejt normale. Me mamin, kur kam qenë e vogël, 5 vjeçe, kur shkonin për bler buk, shkonte nga këtu e aty 20 minuta se ndaloni për autografe, se s'ka patur selfie në atë kohë. Në backstage-et e Estrada e Shtetit, që tani është një universitet, mbrapa muzeut, Estrada e famshme, dikurshme, rria në backstage të dhomë artisteve, shifja aktorët që lyenin buzët, edhe mbaj mend haja buskuqet e kuqe, se thoja, po këto pse i hanë? Qa shije ka dhe haja buskuqet? Kujtimet e mia. Nga ajo që shohun tani, modeli i flokëve që ti ke bërë, është shumë Monro. E ke bërë me një... Çfarë do të tregosh ti? Unë nisa stilin me flokët e shkurtra përpara 3 viteve. I kisha brune, i preva shkurt si që kam tani, dhe i mbaja me bigudina si që kam tani. Hyra dhe në shtëpinë e famshme me kamera, me ato model. U bëra bjonde, sepse kisha në plan këtë projektin me mamin, vloget me mamin. I mbajta të gjata, sepse u bëra bjonde dhe kisha të dëshirën të shioja një flok të derdur, stil Pamela Anderson. Do me thonë edhe salonit ku unë kam ndryshuar flokët, i thashë do më bësh një Hollywood star midis Pamela Anderson, Marilyn Monroe dhe Madonna. Këto 3 flokë bëjnë mbi mua. Do me thonë unë jam një kliente shumë e vështirë. Pak të kanjoze, por ja kanë dalë. Edhe i preva, sepse doja të afrohesha me Ritën, me mamin. Sepse dua nën e bi 2 koketa, të cilat me shaka, me humor, sillin buzëqeshje në publik, me vloget që ne bëjmë në përditshmërinë tonë. Më kanë thënë që ka shkuar shumë mirë, ka shumë njerëz që kanë dashuri shumë të madhe për atë që ju përfaqësoni, dhe që ti ke fituar një dimension lirie të veçantë personal, po? Po. Një mikesha ime më tha, je media më vete, edhe ishte fjale madhe, rrugë gjatë përpara, por më pëlqeu si fjalë. Kam bërë te këty një kontroll të kujdesshëm për të qenë e përulur. Ndërkohë për shembull që si vajzë artisteje, duhet isha pak në delir. Njerëzit përgjithsisht janë, po dhe ata që si kanë prindrit artist, kur futesh në një mekanizëm tillë, siç është jo televizioni sotëm, po televizioni i përjetshëm, qoftë edhe nëse do mund ta përdorim atë si term, ka një dalltisje të brendshme. Si ka mundësi që ti i ke shpëtuar këtij tundimi? Pikërisht këtë gjë thash dje. Me thonë, nuk më bë pyetja kaq bukur sa ju, se jeni akademi e gazetarisë, Adi Krasta. Mu bë më mënyrë më të thjesht, por përgjigja ime ishte ka të bëj shumë që unë jam rritur me një nën artiste dhe jam rritur me famën dhe nuk më bën përshtypje ti është famshme.
është normale që një vajzë që është me një familje me prindër intelektual, me prindër të thjeshtë, sido që tjetë, por papritur hyn televizion, papritur ka super vëmendje, të del nga kontrolli, fillon e pëlqen shumë veten. Ndërkohë në rastin tim edhe shumë fëmijë të tjerë artistësh si vajza Ema Andreas për shembull, Sara, edhe ajo është një vajzë shumë e thjeshtë, është nobel, e dua shumë. Domethënë mendoj ka të bëjë shumë që ne që jemi rritur në vëmendje dhe në famën e prindërve, nuk më bën përshtypje. Domethënë mua kur flasin në rrugë, flas mbrapsht. Sepse kam pa mamin që i flet gjithve. Si e mirë, si e ti? Edhe unë, mirë, si e ti? Them sot e kësaj dite. Ti ke studiuar për komunikim? Shkenca politike. Shkenca politike? Mami donte, mos më pyet. Mami donte shkenca politike. Një deg tha mami që çdo lloj gjëje të bësh në jetë ta kesh brenda. Se Akademinë e Arteve ja ku e ke shkollën këtu tha. Sa argjon kohë të bësh Akademinë e Arteve. Ti ke megjithatë një lloj ndjeshmërie sa do të pak për analizën politike në përgjithësi? Fare. Po kam një revolt të brendshme, Adi. Kam një rebelim të brendshëm. Ndaj? Me ato antenat që mund të kuptoj unë për te i bjondëllikut që shes, kam një revolt për botën e tanishme, kam një revolt për elitën botërore, për dosjet e Epstein, kam një revolt për këto avionat me bishtat e gjatë që sprucojnë, me këto ret që i quaj unë ret sintetike mbi kokë, që nuk më duken ret të nënës natyrë, që më japin migrenë dhe dhimbje koke, që jave fajnë reve. Do me thënë, zhytem thellë në këtë trip, po pasaj dalë, edhe arti më shpëton. Të shpëton? Në një moment të karierës tënde, ke treguar që jo domosdoshmërisht të kanë ndihmuar e ashtu quajtura meritokraci e momentit në Shqipëri, ose mungesa e saj. Njerëzit, pastaj ai barabani i terrorizmit online, e merr një gjë, e transformon, e çon, ai e marton me dilemat, i fut emra, edhe pastaj nuk dihet ku shkon. Por megjithatë unë kuptova që dhe nuk ka rëndësi, padyshim që s'ka rëndësi emrat. Emrat janë realisht pa rëndësishëm. Është ajo që përfaqësojnë këto emra e rëndësishme. Në këtë sens duket sikur ti kishe një kritik, kishe një qesëndi ndaj vajzave televizive të momentit. A mund ta di pse në përgjithësi? Edhe shumë mirë që ma bëre këtë pyetje. Unë nuk e kam me vajzat e momentit që janë ekranet e televizionit, unë e kam me industrinë e televizionit. E cila tregohet e padrejt, çfarë ndodh? Për mua, po tregohet e padrejt, mendoj se duhet të tregoj me matur të flas tani, se jemi dhe live, së presim dot. Mendoj se njerëzit janë bërë... Ke shumë të drejtë, dhe kur e kupton ti, më vjen jashtëzakonisht mirë. Dikur thuaj vetëpërmbajtja është armë e madhe. Po hajde vëri frek kësaj të shkretës. Mendoj është bërë pak, mendoj egoja është smundja e kësaj toke. Ta nisim nga këtu. Mendoj njerëzit po duan të bëhen milioner për vete, dhe të japin thërrime të aftit. Kështu që i afti nuk pranon më thërrime. Kështu që marrin një paft. E aftësojnë gjatë rrugës me thërimet. E paguajnë më pak. U aftësua, e pretendoj një gjysmë fete buke, një kore më shumë. S'ka gjë hikti se marrë një tjetër. Me thonë, unë mendoj se kjo është mekanizmi televizioneve tani më. Përveç për mua, televizionet janë bërë, po shkojnë drejt YouTube-it, po thyen rregulla, unë vetë Adi kam thyer tabu në ekran. Kam provokuar, kam gacmuar, dhe unë vetë Rozalati, të jam këtu para teje, dhe them, jam e shastisur se çfarë po transmetojnë televizionet tani më, është gjë e madhe, se unë vetë kam gacmuar, kam provokuar. Kështu që është bërë televizioni, është bërë një YouTube. Dua të ndaloj këtu se është interesante është kjo, në sensin që kanë në momente caktuara, jo të gjithë, po ata që punojnë dhe që janë të rinj, natyrisht. Ka një lloj karari, po megjithatë
në momentin që kjo bëhet e përgjithshme, që njerëzit duan të futen në zona të provokimit të fortë ose ndryshojnë, nëse përpara 30-40 vjetësh, disa gjëra nuk konceptoheshin sot, jo vetëm që konceptohen, bëhen edhe mënyra pune e jetese, por fakti që ti ke tendencën o ke dëshirën për të analizuar këtë, apo për të qenë në një kuptim për të analizuar. Më duket çfarë do ka ndodhur ty? Ti po rritesh, je maturuar, të ka mësuar ky zanat. Një miku im dikur më tha, boll bëre milioner të tjerë të bëj milionin tënd. Dhe mua ajo fjali më rëndoi në zemër. Dhe më hapi syt. Mendoj se tani duke dalë në YouTube me mamin, po bëj milionin tim, kur i thon shprehjes. Unë u rrita, u realizova vërtet, kalova ca ngjarje shumë të vështira personale. Ishte një vit i zi imi 2023-shi, dhe ku më erdhi ftesa për të qenë në një shtëpi me kamera 24 orë, pranova të shpërtej shumëndjen. Big Brother, po? Po. Okej. Nëse lejohet ta them. Jo, elegante është nga ana jote, por nuk ka asnjë problem, mund ta thuash. I dim rregullat. Pa merak. Jeni bërë shumë të ndërgjegjshëm për kujdesin që duhet treguar gjithandaj. Kështu që pranova për të hequr mendjen. Kur dola nga aty, pash kushtet rrethanat vërdall për të bërë emisionin që unë di të bëj, një talk show, funny show, game show. Është një lloj pretendimi që e kanë të gjithë njerëzit që marrin pjesë në një reality show që kur dalin duhet marrin një gjë në televizion. Qëndron. Ndos kjo? Patjetër, por unë jam e këtij zanati. E kuptova. Pra ti ke hyr aty si e këtij zanati. Pikërisht. Me thënë, diferenca ishte që unë jam me zanatit. Dola, mbaroi bigu, duhet të rikthehesha televizionit dhe po shifja opsionet vërdall. Tani trimshtrëmbër të flasim drejt, shqiptarët e përcjellin shumë, e konsumojnë bigun. Edhe vëmendja që unë pata medaljen nga aty ishte shumë më ekstra e madhe, sepse unë hyra që njerëzit më njihnin përtej përtej skenikes, ambalazhit që unë shes, njihnin në rozën, me shpirtin që kam, me normat që kam, dhe me jetën që kam kaluar. Dhe njerëzit më njohën dhe pata një bum të madh dashnie nga njerëzit. Dhe kur erdhi puna për të ulur, për të folur, për program, për të vazhduar, nuk më pëlqyen diellet edhe aq që a di. Pse? Po se thash... Ishin të pasakta apo të padrejta? Apo të dyja bashk? Të dyja bashk. Edhe isha e vrarë. Edhe bigu më thinj pak, të them të vërtetën, Adi. 3 thinja më kanë dalë, kur unë kam dalë na Big Brother. Kam qenë tek ashesori, drita lart, edhe i pash 3 thinja. Unë gjaj nga raca e babit, Adi. I mat kanë ndruar jetë pa thinja në kokë. 50 e ca vjeç. Shiko, televizioni, pa ju referuar programeve të posaçme, po televizioni i kohës që jetojmë, bëhet në studio të mirëfillta televizive, apo qoftë në vende të tjera, është harsh, apo jo, është i vështirë. Janë kohë të mërshme të bëri televizion sot. Sidomos të merresh me artist, persona publik, ku ti shtyll kryesore të programit tënd, ke një emër të fortë, një personazh të fortë. Ka personazh shumë të famshëm, artist që janë shumë njerëz të mirë, shumë modest, ka të tjerë të papërgjegjshëm. Ja, s'flas dot. Më lidhe goja kur kujtoj. Shiko, ma të anulloni, unë gjëroja të premte në orën 3 të drekës, të premte në mëngjes gjëresha me mesazh, shiko se kam kënuar gjithë natën live, se jam në gjendje t'jap makinës të vi. Ndërkohë ne gati studio, gjëra, gjitha. Adi. Nuk do e bëja sërish një emision me të ftuar me artist, nuk e di. Siklet. Do kishe drejtuar, dhe këtu më kujtohet një pretendimi madh që disa prezentatoret famshme, po qoftë edhe gratë të botës muzikës, kanë bërë kritika shumë të forta për Sanremon, sepse përgjithsisht vetëm 4 gra e kanë drejtuar Sanremo. Pjesa tjetër është Bura, një pjesë për tyre gjatë, Baudo e ka bërë nuk e di sa vjet, po dhe të tjerët, Konti e kompani. Festivali i këngës në radio televizion shqiptar, që është shumë i rëndësishëm, me thënë drejtën, ose më saktë është i rëndësishëm ndoshta për një pjesë të popullatës në Shqipëri, se jeta ka ndryshuar, ne qëndrojmë pak të izoluar, kujtojmë sikur asgjë nuk ndodh. Po tash i ka mundësira të tjera, megjithatë të ka shkuar ty në mendje që jo që ta bëje, po që ke të drejtën për ta bërë.
Jo. Sepse unë mendoj se aty duhet jesh ti. Unë mendoj i ka ndarë Zoti punët. Jo, nuk ka lidhje. Unë nuk vëndin askuj dhe mendoj se një spektakël, një festivali për masave të tilla do kolosat e gazetarisë, e medias, e moderimit të duan të... Jo, mirë, në rregull. Faleminderit. Por, pse nuk mbrin ti në situatën që mbas kaq vitesh, si quaj programi tek ora, why not? Mbas një eksperiencë në një reality, mbas punën në një vend tjetër, mbas formimit që ke marrë gjithandej, vitet ndërkohë kalojnë, njeriu e plotson veten e tyre. A nuk ka ardhur momente që të ndodhin ngjarje relativisht të mëdha në forme, në përmbajtje, se unë e di që patjetër që do e bëja do e qaja, Adi. Absolutisht, por modestia është e dyanshme, no? Është, domethënë, unë vërtet një revolte brendshme imja është edhe që personalitete të gazetarisë dhe të medias duhet ishin të pozicionuar akoma dhe më mirë në mediat shqiptare. Do me thonë, mendoj se meritokracia nuk ecën vërtet. Unë, si Roz, do ta drejtoja shumë mirë festivalin e RTS-s, do ta drejtoja shumë mirë çfarë do lloj programi. Mendoj se why not ka qenë një shkollë e mirë për mua, më ka përsosur në moderim. Por po t'isha krate edhe më mirë akoma. Flasim pak për të kuptoj që Adi ti kur do të prezantosh festivalin. That's right. Duhet të flas pak për mënyrën se si komunikohet sot me publikun. Për shembull, unë vetë kam krijuar një gjendje të tillë sipas të cilës unë them, publiku im është një publik i zgjedhur dhe është një publik besnik. Ai që ka qenë gjithmonë, qëndron aty, edhe njeriu ka pastaj kërkesat e veta ose falënderimet e veta për atë që i ndodh. Por rasti konkret, vëre që publiku në rrjetet online është një publik tjetër, nuk është publiku i televizionit që ne jemi mësuar. A ka mundësi të më thuash ti mua, nëse ti do t'i bëje një përshkrim, një identikit, një panoram këtij publiku, si është ai? Do thoja fjalia e parë që më vjen në mendje është publiku tani më nuk është më, nuk di, është termi i dur, nuk është më budalla. Publiku shqiptar, flasim, është bërë shumë i mprehtë. E thon troc, nuk ja fut dot. Dhe merr atë që kërkon, si më thënë, rasti konkret. Është bërë shumë i mprehtë, nuk i shpëton gjë. Në performancën tënde me Ritën, aty brenda ka një gjë që ju e keni vendosur ndoshta më përpara, po pjesë të tëre janë një sjellje si të vjen aty, pa një regji. Pra praktikisht publiku duhet të pëlqejë një element më shumë karakterial të ndin, për shembull të qenë të drejtë për drejtë, me sens humori, ose ndoshta flokës si Marilyn Monroe, mbase ecjen ose nuk e di, batutën, qëndrimin e kështu me radhë, që janë jo atë që ne përfaqësojmë si pjesë të një strukture të madhe televizive, që jam unë, prezentator kanonik, i përcaktojnë gjërat po shefi, o shefja të karakterit editorial, regjia, marrëdhënia e kështu me radhë. Kurse ti po bën një punë që me thënë të drejtën nuk kam pas guximin kur ta bëj. Të bëj një gjë time në YouTube, as më ka shkuar në mendje dhe kam një përshtypje se ndodh kurr. Në këtë sens. Bicikletë kisha, Adi. Pse? Në fillim, sepse ishte diçka ndryshe. Nuk ishte my comfort zone, nuk ishte zona ime e rahatis. Unë jam një showgirl, unë prezantoj në studio me bandën live, çohem tund kokën, zjarr, siç edhe e quaja veten, Bencja më gëj 6 benzine që të trej zvalit në ripin e sigurimit se filloj why not? Me thënë këto kanë qenë fjalitë e mia që të merja, të hutoja, të rrëmbeja vëmendjen dhe të kanalizohesha në YouTube. Për mua ishte pak, me thënë, si projekt kisha një vit që më rrotulloi në kokë. Edhe mbas një viti ula dhe thash, okay, do ta bëjmë. Sepse i bëra ca kalkulime dhe më kujtua ju shpreha ti shokut tim. Një miku im që më tha, bëre milioner të tjerët, bëj milionin tënd. Dhe thash, ku më mirë se sa me nënën time. Do me thënë, shfrytëzova dhe mundësit që ne kemi. Unë e kam mamin aktore komedie, Rita ka batuta në përditshmëri, do me thënë, edhe në përditshmërin tonë vijare mamin, dhe i thoja, aty të duhet një kamera para, mam, sinqerisht, edhe me thënë, u shtyva, edhe erdhën gjërat më barë, më favorizoj dhe universi. Qartë. Më bën barë. Kur ishte një moment që ti e kuptove që ai si projekt, edhe nga pikpamja financiare, do të konsiderojë një
projekt i shkushëm, si me thënë me sukses? Me thonë të drejtën Adi, çfarë do lloj gjëje që unë i kam hyrë me lapsë me letër në kokën time dhe gjithmonë rezultatet kanë dalë si unë i kam llogaritur. Jam shumë e qartë me të ardhmen e afërt dhe e dija shumë mirë që vloget me mamin tim do kishin këtë sukses që kanë. Dhe kur ulesha dhe i flisja bizneseve që janë mbështetësit e mi, që janë sponsor në programin tim, pa xhiruar gjë. Ky komunikim nuk është nga ata që njerëzit për shembull dhurojnë lek aty. Pikërisht, ulesha dhe i flisja gjithë zell, do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, se ka përqen kështu, mbaj mend kur dali kështu, dhe më kanë besuar thjesht me fjalë. Dhe janë më të kënaqur, nuk e ke iden. Tani bie të flaset, me thon, lëvdatat që kam marrë nga bashkëpunëtorët e mi, po janë shumë të kënaqur. Ti po tregon dhe natyrisht ka një sens se unë dëshiroj të kuptoj mekanizmin me anë të cilit një njeri televizionit sot që ka zgjedhur jo domosdoshmërisht punoj në strukturat tipike me studio e me drejtora e me sponsora, po të punoj në një mënyrë tjetër. Vetanake, Miloj Kurajo dhe me një regji e skenar i cili lind aty. Skenarët në fakt i shkruaj unë. Do me thënë mbështetëm tek jeta jonë, po çdo gjë, planet për shembull kur mami do më jepte pjatën me fasule, që kishte pjatën këtu para, dekolteja mami për para pjata, plani aty, me thënë këmbula, e dua planin kështu. Ca gjëra kam të qarta. Kush punon në kamera? Vini, Elvin Minaj. Okej. Ka një Core Production. Ka i një ata xhirojnë filma. Okej, dhe janë ekip filmash. Dhe në fakt më kanë kushtuar pa. Adi, se unë thash do bëj vloge, po kemi shkuar si serial. E kemi nxjerr fjalën vlog nga nuk quhen vloge këto që po bëj unë me mamën. Çfarë quhen? Faktësisht si serial televiziv, një reality. Nuk i vlog është me një kamera Osmo në dorë, shkon te dyqani poshtë, bën një krem, hey guys, kam bler këtë kremin, t'ja u tregoj si duket, kurse unë dhe mami jemi me ekip filmi. Me kualitet, me POD. Me thënë, ju më kujtoni John Rivers me të bijën, se ajo ka bërë disa seriale jashtëzakonisht interesante. Kur shkosh në shtëpi shive në YouTube, John Rivers, me vajzën e vet, kanë bërë ca mrekullira. Ajo ka qenë komediania më e madhe grua në botë amerikane, shumë John Rivers. Johan Rivers, bjonde. O, boj, po ka thua. O, zote, kam përsjell humorin e saj. Ajo ka një autoironi, ai është të thellë, që nuk e ka problem ta bëjë me të tjerë dhe se vërtet edhe po mendoja e çmoj këtë iniciativë që ti ke marrë në pamje të parë, të paktën si produksion final, duket sikur janë mamë e bi që po bëjnë qef dhe si më thënë, nuk po lodhen. Po kam një përshtypje që aty brenda ka një shqetësimi, ka një merak të vazhdueshëm. Është, me thënë, duke qenë se ekipi është që xhirojnë filma, janë profesionistë kalibrit të filmave. Vjeni për shembull regjizori im ka shkelur në tapetin e kuq të Kanës, ai është i qartë në gjërat që do, neve na shkojnë xhirimet një 12 orë. Se do dali fiksi do vini. Dhe unë jam dakord, sepse është përgjegjësia e madhe, Adi, kur ti bën një pauzë në media dhe rikthehesh. Syri publiku, syri publikut nuk është më budallaj, kap gjërat. Por ti mendon që publiku ka qenë dikur, ndoshta jo budalla, po ka qenë si më naiv, ç'a ndodhte? Më naiv. Media ishte pushtet. Media të shplante kokën, nuk është më. Trurin. Mendoj se nuk është edhe aq më. Është liberalizuar, është nuk është edhe aq më. Tani njerëzit, publiku e kupton qartë ku është një propagandë, ku është duke u thënë e vërteta. Mendoj interneti ka hapur syt. Po ka gjë mirë, ka një të keqe, dhe i ka djallëzuar, i ka bërë trima, do me thënë, nuk më pëlqen, se kalim nga tema në temë, nuk më pëlqen që kjo botë ka ikur në nivelin që thot kushdo kam të drejtën ti me unë. Dalin njerëz, bëjnë video dhe shprehen dhe thonë kam të drejtën ti me unë që të duhet ty. Po shoh zonja të vjetra që delirojnë në për TikTok dhe kur i komentojnë ç'a bën Selena, kam të drejtën ti me unë që të duhet ty. Nuk jam shumë, me thënë ka këtë anën e keqe interneti. Vetëm se nuk është një kapërcim i fort i të drejtës individuale për performancë, për show. Të ke pasur ti një përshtypje që
kur ti ke bërë televizion për arsye të caktuara, dhjetra vajza të tjera që ndoshta kanë qenë të talentuara ose ndoshta si më thonë me vlera komunikimi ose karakteriale nuk kanë mundur të çajnë në botën e televizionit. Si më thënë, ata mund të thonë që e ka patur më të lehtë Roza, për një arsye apo për një tjetër. Jo, nuk e thon dot sepse nuk e kam patur dhe e kam shprehur publikisht që nuk e kam patur. Dhe në fakt nuk e ke patur. Nuk e kam patur. Ka qenë si, ka qenë e ashpër, Kam patur një gardh me gjomba dhe unë në startin tim të televiziv, në një televizion që kemi qenë bashkarisht gjithashtu, kur kemi punuar dhe mbaj mend atëherë kemi qenë afër kur kemi në pushimin e drekës dhe kur të kam pyetur si fansja jote Adi. O Adi, si të dukem unë ty? Edhe më the, ti je vetvetja, bëj këtë që bën, ti je vetvetja. Dhe unë këtë fjalin tënde e kam thënë kudo. Gjithandej. Në keqja është që kam përshtypjen e keni keq përdorur në për këto programe të reality. Se njerëzit thjesht vetvetja pastaj ja fusin një rrotullim drejt të tjerëve në një performancë kështu të lodhshme. Po anyway, është rregullat e kornizës së ekranit, duke ruajtur. Që ne kemi punuar në Agon, po? Po. Edhe kam patur edhe unë. Ti mendon që do kishe pas një tjetër trajektore nëse Agoni nuk do ishte mbyllur? Unë mendoj se Agoni ishte një katapult për mua që u evidentova edhe më shumë në media, sepse bëja 4 emisione të ndryshme, dilja tënd, martë, mërkurë, tente, premte, çton del 3 transmetimet, me thënë ishte një ndihmë. Çfarë mendimi kishte Beketi për ty? Çfarë mendimi kishte Beketi për ty? Mbaj mend, më ka vlerësuar që nuk i lëpiesha nga mbrapa. Më ka vlerësuar që kisha qëndrimin tim. Po i cik labe këtu, po i cik nga babaj këtu. Plus edhe unë kam patur gjithmonë besim të talenti i Madi dhe nuk e kam përdosur figurën time apo talentin tim për të bërë gjëra që media ndonjëherë ka pra pas skenat e veta të errta, nuk jam pajtuar unë me gjërat e se kam patur gjithmonë atë besimin që unë e di sa vlej, unë e di sa talent kam, pse duhet unë? Kështu që Beketi e ka vlerësu. E kanë pranuar moshatarët e tua të televizionit, nëse do mund ta quajmë kështu, atë që ti ke përfaqësuar, o fuqinë tënde nëse ka ekzistuar, o talentin tënd, e kanë pranuar apo ka patur një zor, një shqetësim, një... Mendoj se në pyetjen tënde përgjigjja ishte brenda. Ashtu siç edhe e kam pranuar, absolutisht. Ti vetë si sillesh ndaj vajzave moshatare të televizionit? Unë edhe është diçka se jo më kot hyra dhe atje në Big, unë kam diçka që unë i duar trokas të tjerët. I kam duar trokitur gjithmonë. Kurse më kanë duar trokitur brapsht, më kanë ngrënë një çik, pastaj kam shkuar para pasqyrës, kam rregullu flokët, kam lë buzët dhe kam thënë zemër, ti e ke yllin mballun se vrit mendjen. I flas edhe vetes se duhet me stimulu veten. Se më mirë se vetën tënde këtë do kesh tjetër në momentet vështira. Vetën time kam kapur shpatllën dhe e kam ngrit lart kur kam qenë në grop. Kështu që absolutisht që kam parë raste që kam duar trokitur, i kam përkrahur dhe se kam marrë mbrapsht. Nuk ka problem. Besimi im është tejet i lartë. Besoj se është kuptuar kjo gjë nga publiku, që unë nuk tutem, nuk lëkundem nga... Ti je një partnere problematike në jetë? Si me thënë? Jam shumë e mirë kuptueshme. Kohët e fundit vërtetova që kam pas durim. Shumë durim. Për shembull, duke patur parasysh që je flamboyant enough, si me thënë Beyonce, Alan Monroe, ose ato dy të tjerat kush ishin Madonna dhe... Madonna është zgajtur gjanë, po, nëse, anyway, Monroe mjafton për të thënë që mënyra se si ke një të vetë ndjerë, po në këtë rast, në jetën e zakonshme, të më thënë... Unë, Adi, në shenjë horoskopi jam binjakët, dhe unë them gjithmonë që brenda vetes time janë dy personalitete. Është Madonna dhe Mowgli. Më për më. Madonna është skena, është blici, dhe është Mowgli, që rria me dobermanin tim, në pyll, ulesha të pemët, meditoja, kam balet me luc, me bluzën e Tupakut, duke dëgjuar hip-hop, rebelimi im. Pse? I moshës, i momentit. I moshës, edhe tani e kam, thjesht më të rafinuar. Tani e mas vetëm kur flas. Tregohem, me thënë,
Tani, e ndi vetën si ku kam veshur dhe unë atë kravatën edhe... Është e vështirë të bashkëjetosh artistikisht me një personazh si Rita Lati? Jo. Ajo në shtëpi është një nën e mirë. Ajo rri në këmbë, kur i vin njerëz nga jashtë, nuk i lë të flinë në hotel. Fisin, flasin për fisin, familjarët. I do në shtëpi, pret, rri në këmbë për mua, ha qa do hash. Sa po hëngra mirë, ha qa do të pish gjë? Me thënë, është edhe unë asaj kam gjarë. Edhe unë bëj shumë për të tjerët. Gatuan? Jo shumë, po ato 2-3 gjëra i qaj. 2-3 gjëra i qaj. Vazhdon të kesh ti një profil të caktuar për jetën familjare që dëshiron ta realizosh, ta ndjekësh, ta jetësosh? I kam premtuar mamit kur isha 33 vjeç, mam do bëj një bebe. Si e logikoja si Krishti, rilindja, 33 vjeç, njeriu rilind, gjen arsyen e jetës. Unë besoj shumë në Zot, kam dhe tatuazhet në ëngjëj. Dhe nuk ndodhi, me thënë të drejtën. Unë tani jam 37. Edhe miku zëri që e thash. Thuaj e Ros, nuk ka gjë. Jam 37, Adi. I bëj 38 në qershor. Dhe vazhdojnë, djemë të motorisë vetë jam ngacmojnë, se nuk kam asnjë dyshim, nuk kam asnjë dyshim. Ky është bicikleti imi më vete. Jetojmë në kohëra kur nuk ka lodhje. Në pretendime gjithandej. Duhet në lojë dhe vetëm shumë pak në një çështje që po bëhet e diskutuar në vajza të moshës, ose të punës, ose ja ta them tani që ka vajza o gran, që ose të më të themi këshu, që e shohin si një mundësi shumë të mirë për të bërë një beb in vitro. Mami ka rezervuar, ka bërë booking. Po mirë, pse me humor, po ka heq dorë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme dhe kam përshtypjen që ti e ke përqafuar këtë ide me shumë gëzim, ja? Jo. Unë mendoj se jam pak këtu çalon me mua puna tani. Sepse Adi, unë e kam përsosur veten time të jem një femër shumë e mirë, një shoqe shumë e mirë, një shok shumë i mirë për partnerin tim, me thënë se do shokun që të flasi dhe për halli pune, e kam përsosur veten të jem edhe ai shoku. Po kur vjen puna tek fëmia, të bërit fëmijës, unë kam traumat e mia, që sado që unë i lë në një sirtar të errët të trurit tim që mendoj se ka zëmpluar, prap së prap, shoh impulse, shoh sjellje mashkullore përballë që më hapin ato sirtaret e errta. Traumat e mia janë për fëmijërisë që unë kam kaluar me mamin, i mat ka ndruar jetë nga tumori në kokë, diçka që unë e kam thënë e stërthën, arsyeja pse i ka qenë agresiv, dhe gjëra që unë kam parë në fëmijëri dhe mënyra si, me thënë që jam rritën time që adhuronin dhe donin gjithë publiku dhe në shtëpi ishte tjetër gjë, komplet. Kur kujtoj këtë stresohem dhe emocionohem, nuk e djath. Edhe kur vjen puna tek familja, e mas shumë veten, sepse nuk dua të bëj një bebe in vitro, por dua shumë që krijesa ime të ketë atë që nuk pata unë. Familjen, folen. Kështu që jemi këtu ku jemi deri tani. Është e vlefshme për të luftuar, apo? Është e vlefshme për të luftuar. Unë e kam krijuar familjen time, folen time, me mamin, me qenushin, me macen, me thënë jam përpjekur me këto rrethanat e mia. Mund të njoh një djalë, mund të dashurohem, të përpiqem, të toleroj. Kur e shoh që një impuls nervi, një gjë që mua më tremb, unë të heq vizën dhe jam shumë strikte. Këtu i ngjaj babit, jam shumë strikte, nuk fal kollaj. Unë nuk fal kollaj, Adi. Mendoj se kjo mund të jetë defekti im. Janë burrat shqiptar të vështirë? Mendoj se janë të llastuar. Të llastuar? Se di që të them, ndoshta jemi, po... Nuk janë të vështirë, absolutisht, por mendoj se... Ku diun, është shtrëmbëruar pak fara e njeriut.
vitet të fundit, Adi, mendoj, me thonë, absolutisht nuk kam asgjë për burrat, si thoshte Cher, I love men, kështu që nuk dua të dal kundër, se nuk kam pse, por që mendoj se janë llastuar pak. Juve do t'ju marrë shumë angazhim interesant vlogu që keni bërë, që bëni, dhe që është një përmbushje edhe nga pikpamja financiare, por edhe nga pikpamja komunikimit publik, dhe numrat janë aty. Po sot po bëhet një diskutim i madh, edhe pse nuk është i dukshëm, për këtë luftën e madhe të numrave, të numrave që ndjekin, të numrave që të shohin, pra numri i njerëzve që të ndjekin. Është barazisht edhe një kërkesë e brendshme, por edhe një shtytje. Ka njerëz që si më thash, një luftë e brendshme me sa duket, një kjo, e dyta. Sot po bëhet një diskutim shumë i madh për mungesën e kulturës, edhe për të më kujton mua, Roz, po na ndjek tani. Jam i pindur, prandaj edhe për nivelin e kulturës në të folur, të asaj që përfaqësojmë në botën mediatike, po dhe më gjerë, ka disa vërejtje që bëhen sot, që fillon që nga shkolla deri tek ajo që televizioni përbën dhe ofron. Këtë betej, ti personalisht e ndjen? E humba fillin, Adi. Edhe këtë frikë kisha. Jo, ke shumë të drejtë faje shihimi. Këtë frikë kisha. Po rifrazoj. Vajzave dhe djemve të moshës tuaj dhe të më të rinjve, sot u bën akuza direkte për një mungesë edukate televizive, kulture informacionale, fraze të dobët, gabime gramatikore. Është unë kështu që është mbru fara e njeriut, nuk jemi më siç kemi qenë. Unë jam shumë është prezente në brezin tuaj, diskutohet, apo ju nuk e merrni në konsiderat? Brezi im është, brezi im është rritur me Frencat. Brezi jon, me thanë, brezi tanishën, edhe kur shkruajnë, me këto shkronjat, me këto gërmat, kanë një mënyrën e tyre. Patjetër që e shikoj, por edhe kur flet dhe je shumë i lëvruar, dhe je shumë i informuar, dhe flet shumë bukur, kemi ardhur në një kohë që nuk të vlerësoj. Jo, bësh boring. Bëjnë zapping, kalojnë te kanali tjetër. Stop video, kalojnë te tjetër. Po duhet jetë një njeriu të bërë shumë dembel. Po ke të drejtë. Spani i durimit është diku, ka qenë 8 sekonda, është më pak tash, duhet jetë një 5. Po vërtet. Po edhe është dramë e madhe, po është mendoj se fari në ka TikTok-u këtu. Duhet jetë një shqetësim i madh për njerëzit që komunikojnë, apo jo? Po. Për mua personalisht unë e përjetoj këtë gjë, për ditë në heshtje. Unë shoh programe, jam duke gatuar ato gjërat e vogla, ato pak gjëra që ti të bëj, edhe e korrigjoj, duke folur e korrigjoj. Dhe mami e vogla ime, që nuk shan njëri ritalati, e mirë e dheut. Po ç'kemi mam, do haj bukë edhe ajo. Po si e thot atë fjalin, nuk thuhet ashtu mi mam, gramatikisht nuk e ka të qartë unë. Po do haj bukë edhe ajo. E mirë, blet haj bukë ajo. Haj bukë edhe ajo, dhe se erim neve gatuajmë. Adi krasë. Në qoftë se ti do ktheheshe në televizionin tipik, jo në atë atipik. Se ndoshta edhe ky televizion, ti mendon që televizioni siç në formën që e njohin do zhduket një ditë? Çfarë mendimi ke? Është në transformim, është një plastelin që po merr forma të ndryshme në bazë të epokës që jetojmë. Ne jemi epoka digjitale tani, televizioni po shkon drejt YouTube-it, me thënë nuk po kam rregulla, mendoj. Me thonë, po nuk fyve, po nuk shave, po nuk sulmove, po nuk e bastardove, nuk shet, nuk ka views, nuk ka reaches, si dhe thur sponsor që ma ndjekin, shiko se nuk është se po ma ndjekin, se thot ajo që të ndjekin ty pëse të lekun të ty shisa views ke, ndërkohë që ti e ke një content shumë të bukur, shumë artistik, shumë intelektual, më kupton, është një përplasje brendshme vetes për njerëzit. Kjo është një betejë e brendshme shumë e madhe, duhet marrë njeriu ca vendime apo jo? Po. Fati im që unë dhe mami për shumë kemi një content shumë original, shumë autentik. Edhe po ecën sepse jemi vetvetja dhe jemi të para që po e bëjmë këtë gjë në nebi në Shqipëri.
Fati im që mami im është artiste. Nëse ti e ke studiuar, si më thënë, grupimin e atyre që të ndjekin, çfarë janë më shumë? Të gjitha moshat. Të gjitha moshat. Sepse unë mbuloj komplet rinin, mami mbulon komplet brezin e saj. Të gjitha moshat, ka një dashni të madhe që unë jam e mahnitur. Të thash, unë nuk i nis gjërat pa i kalkuluar gjërat, edhe gjithmonë lapsi më bie fiks. Këtë herë më ka dalë më mirë se që kam përllogaritur, dhe më vjen shumë keq që jam stepur nga frika e ndryshimit era herës, më përpara, që isha stepur që, se di, po s'jam mësuar kështu, po s'jam mësuar, po çfarë do bëjmë? Me mamin, po do zjemi të konë, po, do t'i që edhe ato zënkat tona, vdesin shqiptarët, i duan shumë. Ato nuk janë staged, nuk janë të rregulluara, janë të natyrshme. Jo, reale direkt, kur ma caron u lëras bërtaz, të Rita që ma mbyll shumë shkurt, nuk e di jam lejohet, më hëngsh bajgat, fjalia mamit. Ma mbyll shkurt. Dhe nuk e di, është komike, Rita është komike në të vetën, unë acaroj, po, kjo konflikti që kemi ne të dyja, shet, edhe di që më kanë thënë Adi, më ka bërë shumë përshtypje dhe është e sajta herë që më thonë, njerëz të ndryshëm, nuk kemi frikë t'ju shohim me familjen në televizor. Nuk kemi frikë t'ju shohim me fëmijët në televizor, na kënaqni, ju shohim familjarisht. Është fjalia që e marr nga kudo. Edhe për mua kjo është gjë e madhe. Ju e keni shqetësim që t'jeni të pranueshëm nga gjithë familja? Kush më shumë? Natyrisht Rita më shumë. Jo, nuk e kemi shqetësim. Është Jo, në kuptimin që bëni një përpjekje që t'ju pëlqejë e gjithë familja, që jo një pjesë e familjes të vjetë në pozitë vështirë kur dëgjon për shembull. Mami e ka pak, qëndron, mami e ka pak, se për shembull kur një vlog që bëm si kështu, bëm si YouTube reactions, ulëm të dyja për të komentuar një program, dhe unë për shembull doja të flisja, doja të ngacmoja dhe mami, jo mam, s'ke pse. Me thonë, më stepi Rita është. Roza, në qoftë se në këtë luftë të madhe për klikime, për ekzistencë, për sukses, do të duhej që njeriu të mos njohë një sens mase të provokimit vetë. Deri ku mund t'ja lejosh vetes ti që t'jesh provokuese dhe nxitse dhe ngacmuese e audiencave? Mendoj që ishte për të bërë, kam bërë Adi. Nuk, domethënë, fizionomia është krijuar. Po. Kam puthur në studio, i pari ishte Arjan Çani që puthi në studio, e dyta isha unë. E bëra lajmin të qarkullonte në gjithë globin që u puth në studio, moderatorja puth në bus të ftuarit, patjetër ishte një baby kiss, thjesht kaq, mbas një javë reagova. Me thonë, edhe atë e kam bërë një puthje në studio, nuk kam më, mendoj personalisht nuk kam më çfarë ku mund të shkoj për te. Do kishte dashur të luaje një film? Në fakt jam pjesë e një filmi, po nuk e dija më lejohet të flas. Del në tetor. Nuk ka nevojë të thuash elemente për filmin. Ti je duke luajtur një film. Po, jam. Dhe është interesante, është ndryshe. Është shumë funny, është shumë i bukur dhe janë shumë aktor. Jemi shumë, është një film që ka shumë aktor. Një është personazhi kryesor që ka interaktivitet, jetë, lëvizshmëri me shumë personazhe. Unë jam një ndër to. Ishim në firë, xhiruam, u kënaqa, jashtëmase shumë. E ke marrë suksesin që ke menduar që ke merituar? Po. Në këtë jetë deri tani? Po. Dhe vëmendjen? Po. Që me emisionet, me Why Not, me vloget po ashtu dhe me hyrjen time 24 orë para kamerave, që me thonë, edhe me atë gjë e mora suksesin, që njerëzit më njihnin kush isha. Mendon që nuk të njihnin mjaftueshëm përpara? Jo, nuk më njihnin. Më njihnin goca ngacmuese, provokuese. Nuk më njihnin, prandaj hyra. Si më thënë, hyre për të qenë e mirë? Hyra për të qenë vetvetja, me të mirat, me të këqijat e mia, si jam. Me neglizhencën time, me sjelljen time, ashtu si jam. Mendoj se e kam marrë Adi. Tani po e shijojmë. Sezoni i vlogeve, dje në fakt, u transmetua vlogu i fundit për këtë sezon. Do bëjmë një 2 muaj pushim dhe do rikthehemi sërish. Kam nevojë dhe unë të shplodhem pak, të frymëzohem për të tjera skenare, se me thënë është një kruarje vogël, historia jone jetës, po duhet mbajtur gjatë, duhet patur fabula, duhet
Për shembull, një ndër vloget që ne kemi bërë në spa, unë dhe mami në spa. Tani, kjo ka qenë histori e vërtet. Unë dhe mami kemi shkuar, aty tajlandezja fërkonte Ritën, Rita ta prekësh i nxjihet mishi, nuk duron dot. Edhe më vrave ajo, mam, sorry mam. Kur e thua mam, më thoi Rita me humorin e saj, ja u xhirua kjo, Adi shkon maksimumi 5 minuta. Si do e mbaja gjithë pjesën tjetër? Dhe I the mami, do fusni djali thash. Një djalë bukuroshi thash, do rija aty te spaja thash tek jacuzzi ku diun. Dhe ti thash do kalosh komplet në personalitetin që do bësh mbledhërinë e vitit. Ka që desh me I thon mamit. Unë e shkruaj ta skenarin, jo tekst konkret, hidhe për çat ti do thush unë do them kështu, thjesht kalon djali, gjendja, u shkruaj gjendja nga ana ime, Rita e ciao. Është vlogu më I klikuar. Më vjen shumë mirë që ne takohemi prapë në televizion mbas sa vjetësh nga agoni, pse ishte me një herë kur ishte që në 14. Për mua ishte përgjegjësi e madhe të isha këtu në karrige përballë teje. A di shpresoj të kam dalë mirë, nuk e di. Djema thisha, e ndrita, o zot. Përgjegjësi e madhe. Për mua është shumë kënaqësi. Patyshim. Mendojmë pas teje, unë s'kam kush më intervistoj tjetër, me thënë u kryk. Të gjithë të tjerët. E të gjithë të tjerët do t'i intervistosh ti. Jo, më lartë se ty, Adi. Adi Krasa, one and only, kam thënë gjithmonë. E di që do t'i dëgjosh, por atë që e ke, duhet të duar trokitesh edhe ti. Shumë sukses për vlogun. Faleminderit. Ktheju televizionit tipik. Me një projekt të bukur, sepse ka akoma interes, është akoma bukur, e keni kohën në kohën e momentit, edhe duhet bërë më e mira. Ndërkohë, gjatë gjithë intervistës tani, në një kuptim, ishte prezente Rita Lati, indirekt, kështu, bukur në atë qëndrim në vetë, bëri ca gjeste, bëri ca gjëra, siç unë kam intervistuar dhe dua fort. Tani që po mendoj, duhet kishit ardhur të dyja, po jo, sepse pasionin për televizionin, të qenit e drejt për drejt, dhe dëshirën për të përmirësuar, për të ecur përpara me kujdese, me sens mase, këtë doja që të kornizoja sot. Prandaj je sot këtu dhe t'jam jashtëzakonisht falënderues. Faleminderit shumë, Adi. Kënaqësi e madhe për mua. Kënaqësia është e imja. Të dashur teleshikues, ne do takohemi javës që vjen. Deri atëherë ju paçi, një javë të qetë me njëri tjetrin. Takohemi sërish.